Vetëm Allahun falenderojmë, vetëm atij kërkojmë ndihmë, vetëm atë adhurojmë, sa ai është krijuesi dhe sunduesi i gjithësisë, dhe askush përveç atij nuk meriton adhurime. Qoftë mëshira e Zotit mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju dashur besimtarë dhe besimtare që jeni sot bashkë në këtë xhami. Allahu na drejtohet në Kur'anin e Madhërueshëm, edhe urdhën e thot: o ju që keni besuar, keni frikë Zotin dhe vazhdoni jetën me iman, me besim, me përkushtim ndaj Allahut, dhe mos t'ju vëj momenti i fundit vetëm se duke qenë besimtar. Ajetin të cilin e zgjodhëm për xhumën e sotshme është shumë i rëndësishëm. Dhe po të shohim i gjithë i rëndësishëm është ky libër, sepse është kelamullah, është fjalë e Zotit, Kur'ani. Pra nuk kemi as çfarë të heqim, por atë që zgjodhëm domethënë për këtë temë, ama ka të bëjë me një çështje shumë të rëndësishme për njerëzit. Allahu xhela xhelalu thret dhe thot: o ju që keni besuar, mos e poshtroni njëri tjetrin, mos e ngacmoni, mos e tallni njëri tjetrin, mos veproni si ata që ishin përpara Islamit, që ju vënshin njerëzve të nafka të ndryshme, ju burrat, o dhe ju gra, thot Allahu xhela xhelaluhu, mos i shani ato gratë të tjera, mos i ofendoni ato, mos i poshtroni ato, duke menduar që vetin e më të mira, se Allahu xhela xhelaluhu thot, edhe për burrat thot, edhe për gratë, ai e din se kush është më i miri në të vërtetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbasi para se të kalonte për kësaj jete, ka marrë një ligjërat të fundit, edhe quhet ndryshe ligjërata e lamtomirës. Pra kuptuan që ka diçka që do të përfundoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato ka dhënë shumë këshilla që do të ngelen deri sa të vazhdoj jetën këtë botë. Po ajo që na u desh për këtë jetin e sotshëm, tha, nuk ka dallim, tha, o besimtar, tha, i bardhi nga i ziu, i kuqi nga i verdhi. Tek Allahu xhele xhelaluhu, pra që gjithë ju jeni vëllezër me një prejardhje nga Ademi alayhis salam. Edhe Ademi vetë ishte prej dheut. Pra kjo është origjina. Po ajo që do t'ju dalloj, tha, përpara Zotit xhel xhelaluhu, është takvaja, tha. Ajo e ka venin, tha, këtu, edhe e çoi dorën tek zemra vet. Dhe me thanë, fjala e Zotit xhel xhelaluhu para lemron, pa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni kujdes. Keni kujdes. Edhe është bon si punë mode që me e tall tjetrin, me e shat tjetrin, me e përgoj tjetrin, me e përbuz tjetrin, me e poshtru tjetrin. Edhe mrena i familje, edhe mrena i fisi. A e ne jemi ndryshe. Kemi pas edhe kuadra, kemi pas pushtet. Me ato do pyetesh para Zotit. Pse ke pas pushtet? Pse ke qenë ministër? Pse ke pas pasuri? Ti dha Zoti xhel xhelaluhu me të provu dhe më shoj ati si e prej fisit temne. Deri ati sa të ndryshu dhe mbi emrin me e fshe, mos ta kem më këtë mbi emrin unë, sepse unë jam shkallë tjetër të shi. Me pasurije, me punë, me gjitha këtë gjonë. Më vash. Allah dhëtë jo, mos se mund të jetë shumë ma i mirë se sa ti e që te mendon se është i funit i fisit. Thatë, se kush është ma i mirë në të vërtet për jush thosht, Allahu e di ma mirë, thot. Edhe kështu është. Pse, a i lezon, ne mund të lezojmë i pjesë të vogël nga këto të fshehtën që i shfaq të vetë. Po i 100% aty në vetim dhe Zot, e lezon se që ka jeti ke zemra jote.
edhe te e pështron atë. A e dini se ndrohen vendet. Ju betohem në Allahun, me ju tregu mund të kem deri mi raste. Njerëz njohur që janë rru vendet, që e ka shkel me kom, kështu me shel për i qunde, se i dha Zoti pushtet. Me kom, kështu. Njerëz të vetë fisit, se për njerëzit e tjerë ma. Për javash, për e thotë Allahu Gjellë. Thotë, ju jeni gjithë vlezër, thotë. Nuk ka njëri ma të prishur, thotë, në këtë botë, se ai që ishte besimtar edhe mori këtë rrugë. Allah, vallaj, thotë Zotit Gjellë. Kjo fjallë Allah, nuk ka njëri ma të prishur, edhe ma zboni si ato të prishur, thotë, para gjehaletit, para islamit. Kështu, qërkaj, vllai tjetër, ma pak i ka thonë Zoti ati, mas edhe gjykim,